Kombëtarja shqiptare është gati për rrugtimin e ri në kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Shqipëria ndodhet në grupin K së bashku me Anglinë, Serbinë, Letoninë dhe Andorrën. Trajneri Silvinho ka përzgjedhur 26 lojtarë për 2 ndeshjet e marsit ndaj Anglisë dhe Andorrës. Për herë të parë në kombëtare janë ftuar Julian Shehu, ish futbollist i Laçit, i cili tani luan për Vidchev Lodz, dhe Etnik Bruti i Malishevës. Kjo është lista e plotë. Portier: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Alen Sherri dhe Simon Simoni. Mbrojtës: Ivan Balliu, Naser Aliji, Marash Kumbulla, Andi Hadroi, Ardian Ismaili, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti dhe Enea Mihaj. Mesfushor: Ylber Ramadani, Beton Berisha, Qazim Laçi, Kristian Aslani, Adrian Pajaziti, Etnik Bruti, Julian Shehu, Nedim Bajrami dhe Arber Hoxha. Sulmues: Ernest Muçi, Yasir Hasani, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Rej Madaj. Burmbullimi zyrtar nis të hënën më 17 mars. Kombëtarja do të luajë ndeshjen e parë ndaj Anglisë në Wembley më 21 mars në orën 20:45. Takimi i dytë është më 24 mars ndaj Andorrës në stadiumin Arena Kombëtare në Tiranë në orën 20:45. Biletat për këtë takim janë ende në shitje dhe të gjithë tifozët mund t'i blejnë në faqen e bileta.al.